Alarm në Athinë, gjendet një valixhe braktisur, brenda saj mbetje njerëzore. Autoritetet greke janë vënë në alarm pas zbulimit të një valixhe të dyshimt në rrugën Evelpidon, në zonën e Kypselit në qendër të Athinës. Sipas informacioneve paraprake, brenda saj janë gjetur pjesë të trupit të një personi. Mediat greke raportojnë se nga valixha vinte një erë e rëndë, ndërsa dyshohet se një këmbë që i besohet i përkas një burr ishte e dukshme jashtë saj. Valixha u zbulua rreth orës 14 me orën greke të së shtunës nga një person i pastër i cili njoftoi me njërë polici. Në vendngjarje mbritën forca të shumta të policisë helenike, ndërsa është thirrur dhe një ekip mjeko-ligjor për të kryer ekzaminimet e para. Hetuesit kanë marrë dëshmi të personit që bëri zbulimin dhe kanë nisur grumbullimin e pamjeve nga kamerat e sigurisë së ndërtesave përreth me qëllim identifikimin e personit që mund ta ketë lënë valixhen në atë zonë. Ngjarja ka ndodhur në një nga zonat më të frekuentuara të kryeqytetit grek përballë hyrjes së ambienteve të Universitetit Panhelenik, ndërsa hetimet vijojnë për të identifikuar viktimën dhe për të zbardhur rrethanat e rastit.